Mirëmbrëma dhe mirë se vini të dashur miq në këtë kornizë të vogël të përcaktuar për të gjithë ata që e duan të bukurën, e duan gjën e hishme, të fisme dhe sigurisht me një lloj fisnikërie që transmetohet tek të gjitha zemrat që kanë kënaqësinë ta shohin edhe ta ndjekin. Ky është podcast me Lindën, ne vim sonte sërish me një të tjetër të ftuar të veçantë. Është emigrante prej vitesh në Gjermani, megjithatë nuk ka rënë asnjëherë që të kthehet, dhe sa herë që kthehet në Shqipëri sjell diçka të bukur, diçka të cilën e prodhon me shumë dëshirë nga shpirti i saj i bardhë dhe dëshiron që ta ndajë edhe me të tjerat. E këtë herë bëhet fjalë për një zemër që kthehet në Shqipëri, kështu titullohet edhe libri që ajo ka realizuar dhe që së shpejti do ta paraqesë edhe për të gjithë lexuesit e saj. Është një vajzë mrekullueshme, kam fatin që ta kem mike, por është gjithashtu një autore shumë e mirë librash, një grua që ka ditur të krijojë një familje të bukur edhe ka ditur të përcjell një pamje të bukur të shpirtit të saj dhe të gjithë asaj që bën në jetën e përditshme. Kam kënaqësinë e veçantë ta kem në studio, është me ne sot Eni Islami. Mirë se erdhe dashur, faleminderit që pranove ftesën time dhe që gjete kohë në të gjithë rrëmujën e gjërave që kishe për të bërë. Përshëndetje dhe mirë se gjeta sërish herë të dytë në rast në podcastin tënd, të Faleminderit. Dhe në Shkodrën e bukur që kam gjithmonë kënaqësi që të vi dhe t'i vizitoj. E themi dhe për teleshikuesit, ke ardhur nga larg sot, 3 orë rrugë nuk janë pak. Shumë e vërtet, aq më tepër në temperaturat që Shqipëria ka, edhe me atë dëshirën, impenjimet edhe gjërat që fëmijët edhe familjet tona kërkojnë, por jam shumë e lumtur që më jepet rasti gjithmonë dhe të falenderoj nga zemra që më gjen hapësirë dhe mua në atë dritën time të vogël, në dritën tënde, të bashkojmë bashkë dhe të përshojmë diçka të bukur tek dëgjuesit dhe ndjekësit tanë. Në fakt unë dua shumë të bukurën edhe mundohem që ta gjeja të kudo. E sidomos kur e gjej tek njerëzit që më sjell një lloj kënaqësie të dyfisht. Dhe që dëshiroj që ta shfaqet dhe ta ndaj edhe me të tjerat. Kjo është edhe arsyeja pse është gjithmonë një ftesë e hapur Emja për ty, sepse po të drejtohem me ti, duke qenë se ne jemi shoqe, megjithatë për publikun që nuk e njeh Enin, do ta zbërthejmë sonte këtë personazh interesant për kënaqësinë e të gjithëve ju që po na ndiqni. Do dëshiroja ta nisnim që nga fëminia, si ka qenë ajo për ty, edhe cilat janë gjërat që ndoshta mban mend prej rrugtimit të bukur të qenit fëmijë. Është një pjesë sa e bukur aq edhe delikate, sepse të gjithë ne jemi koshient dhe e dim, aq më tepër sot ne që jemi nëna, që familjen ne nuk e zgjedhim. Është fis nga Zoti dhe të jesh fëmijë, ti do të jetosh në kushtet edhe ambientin ose gjitha rrethanat që të tjerët të mundsojnë dhe të ofrojnë. Kur rritemi ose bëhemi mashorem, kemi të drejtën dhe mundësinë të zgjedhim, por në fëmijërinë tonë të hershme na bie risk. Dhe unë kam patur riskun që të lind në një familje të vogël në qytetin e Elbasanit. Unë jam një elbasanase, kam studiuar, jam diplomuar atje në biznesit. Realisht nuk ka asnjë lidhje me të shkruarin apo me botën e letërsisë, por që pasioni, dëshira dhe ai talenti që është spikatur që herët në shkollë, në ese të shkruara, pastaj në gjimnaz, bëri që unë ta ushqej më tej këtë dëshirën time të madhe të artit të shkruarit. Kam patur një familje të vogël, siç thash, me nënën, babain dhe një vëlla. Realisht fati ose ndonjëherë rrethanat e jetës donin që babain të ndronte jetë shumë i ri. Dhe për një fëmijë kam përshtypjen që kur nuk gjen shumë hapësirë ose nuk doj që atë dhimbjen e madhe që nëna ka t'ia shtoj akoma më shumë, e merr dhe të gjitha atë forcën e vet ose mërzin, mallin, pikëllimin e hedh atje me një laps dhe një letër. Sa vjeç ishe kur babai u nda nga jeta? Kam qenë e re, kam qenë goxha e vogël, por duke menduar se vllai im ishte akoma më i vogël se unë isha shumë e madhe. Përpiqesha të isha e madhe. Në këtë këndvështrim e kuptoj shumë mirë çdo familje që humb një person të rëndësishëm në jetë, e di çfarë brenge dhe çfarë pikëllimi është, prandaj dhe shkruaj në tilla dall, por kur është shtylla e familjes, kur bëhet fjalë për traun, ai që mban çdo cep të mundshëm, krijohet pastaj shumë bukur ajo lidhja ose domethënia e një titulli libri.
Dhe jo më kot është titulluar dhe libri im i dytë, ose ai që sapo kam shkruar, Kur zemra kthehet në shtëpi. Juve cilësuat kthimin në atë, por realisht është një kthim brenda shpirtit. Neve kthehemi gjithmonë në fëmirin tonë. Pyetja juaj më përloti, më mallëngjeu, po dhe doja një hapësirë frymarrje. Të merrje frym patjetër. Sepse ka ca pikëllime fëmijërie që njeriu i merr me vete deri në fund jetës. Ja, psikologët i njohin atë si trauma. Edhe si që duhen shëruar gjatë jetës. Patjetër. Dhe nëse ne flasim për to, arrijmë që të kuptojmë, të kemi zgjidhur gjysmën e problemit, të kuptojmë se cili është problemi dhe kjo na çon drejt zgjidhjes së tij. Dhe besoj ka pasur fëmijënia diçka që ka lënë tek ti dhe që ka mbetur. Shumë. Ka patur më shumë se diçka. Edhe ato shumë unë jam përpjekur gjatë gjithë jetës time që fillimisht t'i kuptoj. Të futem atje brenda asaj dhome të shpirtit tim dhe të kuptoj pse erdhi, si erdhi dhe të mundohem me shpirt që mos gjykoj askënd. As për zgjedhjet, as për vendimet, as për mënyrën se si janë sjell ose se si na kanë ndihmuar, se kur mbetesh jetim është një shprehje ose një thënie që të rëndon vetëm kur e dëgjon, jo vetëm ta jetosh. Megjithatë, me mbështetjen në Zot, edhe me dëshirën e madhe për të jetuar dhe për ta dashur fort të bukurën, unë kam ushqyer gjithmonë shpirtin tim duke thënë se babai im iku nga kjo jetë, por lutja jonë do vazhdoj ta ndjek atë deri në frymën e fundit tonë. Sa e bukur. Të qenet motra e madhe është një lloj përgjegjësie dhe shpesh herë harrojnë që të flasin për motrën e madhe. Ajo është personi që i rrit të gjithë, që i mban të gjithë të mbledhur, që mundohet të kujdeset sado që ata rriten, sërish ti vazhdon t'i kesh brenda në shpirt si një lloj amaneti. Edhe kjo është një tjetër përgjegjësi për cilën shumë pak flitet. Po, shumë e bukur dhe realisht për ne të mëdhenjt duket pak fatkeqësi kur e shikon me këndvështrimin e përgjegjësive që mbartim mbi vete, por është edhe kënaqësi e madhe sepse ti mbart mbi vete kujtime për dhe emocionet atyre që ti rrit. Unë kam patur fatin të kem vetëm një vlla, ai ishte 4 vjet më i vogël se unë dhe për atë fat, si në shtëpi, ai merrte për 4 vite të tjera të ardhshme dhe mësueset e mia në shkollë. Dhe ata gjithmonë bënin dallimin, krahasimet, ta shikonin se si rriteshim, karakterin, temperamentin ton. Është një ndjesi që mua më ka bërë ndoshta ta ke më të lehtë faktin e qenit në një moshë shumë të re. Sepse ti shikon nënën tënde, merr një shembull, ke krijuar dëmshurinë, se gjithmonë kur mbetemi vetëm, ne dhe harrojmë veten pak. Edhe kthehemi dhe themi, është i vogël, është i nat, është vetëm. Ai nuk ishte një shtyllë, një mbështetje ose një figurë atërore më. Dhe unë mundohesha të bëhesha ajo figura e munduar. Kjo është ndoshta sërish një pjesë traume ose një pjesë ndjesie që nuk na takon ta bëjmë. Por ne kur jemi fëmijë nuk dim të zgjedhim gjitha këto. Ne i bëjmë sepse i ndjejmë. Dhe deri në një moshë të rriturit, kur neve arrijmë të dallojmë dhe të kuptojmë se shiko, unë kam harruar veten dhe kam munduar nga pak për gjithë, atëherë ti më e ke kaluar fëmijëri. Është shumë e bukur në fakt edhe mënyra se si e shpjegove dhe vjen kaq natyrshëm, sepse duhet që njeriu të provojë disa gjëra, të prek me duart e tij dhe të ecë mbi to me këmbët e tij dhe të kuptojë se sa të rëndësishme janë ato. Edhe në momentin që po jetojmë ndoshta nuk e kuptojmë atë që po bëjmë. Por me kalimin e kohës kur ti rritesh dhe kthen kokën pas, thua sa pas kam sakrifikuar unë. Është shumë ndonjë ndonjëherë. Normalisht njeriu kur është i vetëdijshëm për atë që sa ka në jetë, sepse ndonjëherë varet edhe nga diapazoni që ne kemi. Nëse ne shikojmë vetëm përreth dhe ata që na rrethojnë janë në një gjendje vështirësie, qoftë sociale, qoftë shpirtërore, më shumë se ne, je i kënaqur në atë habitatin tënd. Por kur ti e ke atë dritën e shpirtit shumë të madhe brenda vetes dhe ti thua, unë nuk mund të rretullohem vetëm me këto përmasa që kam këtu, sepse unë kam një Zot. Unë kam një inspiratë shumë të madhe që është shumë më tej gjithë kjo. Kjo jeta ime nuk është vetëm në të lagjen e varfër, në këtë rrugën e pa kaldrëm të shtruar, ku ne lozëm dhe briteshim edhe ktheheshin në shtëpi duke qarë. Unë ndoroja gjithmonë që në fëmijëri se diçka tjetër do vi për mua. Unë e di se nuk do mbetem këtu, por ndoshta në atë fëmijërinë e hershme ti nuk e ke atë zë të brendshëm. Dhe ai zë të kthehet në lutje. Sa bukur. Dhe ajo lutje bëhet pastaj ajo dëshira e madhe që ti e vë qëllim vetes. Kur u njohe ti me Zotin tënd? Kur ishte momenti që nisi të drejtohesh atij ndoshta edhe në pavetdije për ta zgjidhur ato problematikë që kishe në moment, apo për zgjidhur disa situata që ty të mundonin edhe si fëmijë?
Realisht jam e sinqert, më kujtohet prej vitesh, akoma kur unë nuk dija terma ose nuk dija më shumë rreth shtyllave ose besimit tim, gjithmonë kur dëgjoja që këndoi një ezan, aq e vogël sa isha, me sinqeritetin ngreja duart dhe filloja bëja atë lutjen e shpirtit, si një fëmijë që mban ato brengat, për aq sa di. Që është edhe lutja më e pastër, do thoya. Pikërisht, lutja më e pastër, por kur të shtohen përgjegjësitë, të shtohen vështirësitë, ti rritesh, fillon dhe dëgjon diçka më shumë, atëherë ti fillon dhe thua prit, sepse unë di edhe të lexoj, di edhe të shkruaj, di edhe të hulumtoj. Vetëm shkolla nuk mjafton, nuk është unë jam e diplomuar në një fushë të caktuar dhe unë kam dije. Ajo është një grincë në mes të gjithë oqeanit. Të gjithë ne mund të diplomojmë sot, por dija më e bukur është të hulumtosh në çdo dimension. Dija më e bukur është të besosh se ajo që di tjetri është diçka shumë e madhe se ajo që di ti. Dhe modestia nuk të bën ti jesh njeri më i vogël, përkundrazi, të arrit karakterin dhe të bën njeri më të bukur, me njeriu e thjesht, me njeriu ndoshta edhe të parësimuar, dhe atë të pafem, por sepse Zoti rrotullon zemra dhe mund ta udhëzoj nesër. Unë nuk mund të them se unë jam një fetare perfekte, absolutisht, astagfirullah, nuk dua as ta dëgjoj nga askush, por unë ti them se unë jam një njeri që e dua fort Zotin tim, dhe sa kam lexuar dhe kam jetuar deri sot, di se kur një njeri mbështetet tek fuqia e madhe e Zot, edhe ai e do fort robën e vet. Zoti s'na ka krijuar ne për na dënuar. Na ka krijuar që ne të kuptojmë se çdo gabim, çdo hap ose çdo veprim i gabuar i joni kthehet në pasojë tonë. Sot mund të mendojmë se ja hodha filanit, dola nga situata, unë jam më i aftë, por gjithçka rrotullohet. Neve e dim, të gjithë prindërit tanë kanë thënë bota është portokall. Dhe ai portokall nuk të vjen ndoshta ty sot në momentin që ti u rritë dhe dole nga kjo situatë e vështirë, trashëgohet te fëmijët e tu. Do vi një moment ama që do të kthehet. Prandaj në këtë lloj forme, unë duke e dëgjuar si këshill nga nëna, si fjalë nga një individ që vinte dhe na vizitonte si të vetëm, e dëgjoja dhe e doja çdo ditë të dritë, të bukur, hynore dhe të vetme që është fuqia e besimit. Dhe duke lexuar, realisht jam e sinqert, ka qenë një vllai që e ka përqafuar besimin islam i parë, sepse ndoshta ai u ndije më i vetëm dhe u bë shkak, Zoti shpërblef kush ishte rrisk që e mori dhe e dërgoi drejt shtëpisë së Zotit, e futi në xhami. Por mënyra se si ai transmetonte te ne, mua nuk më pëlqente deri në një pikë që kjo nuk duhet, kjo nuk duhet, kjo nuk duhet. Ishte pak ekstremiste, radikale, apo Jo, vinte ndoshta nga mosdia e mirë e momentit? Ai sa dëgjon një fëmijë, mund të ishte një fëmijë 12-13 vjeç, dhe mendon se kjo është më e rëndësishme për t'u bërë. Pa e kuptuar thelbin e gjithë gjës bukur dhe për të kuptuar se këtu dua të vëj një tek shumë të rëndësishëm dhe për gjithë ata që dëgjojnë fillimisht për besimin. Besim nuk është kjo nuk duhet, kjo nuk duhet, kjo nuk duhet. Marrim të numërojmë çfarë duhet, çfarë është e bukur, çfarë na ndryshon jetën. Zoti e do të bukurën. Absolutisht. Po përtej kësaj të besosh është te çdo shpirt i çdo individi. Kur Zoti ka krijuar një krijesë, ka lçuar tek ai dhe besim. Varet vetëm nga ne se sa e ushqejmë atë dritë që kemi brenda vetes për ta kuptuar se të gjithë në jetën tonë në një moment të vështirë themi o Zot. Patjetër, pa diskutim. Absolutisht. Ti gradualisht u rrite dhe u bëre një vajzë e re me shumë ëndra, me aspirata dhe që e doje gjithmonë të bukurën. Si kujton vitet e rinis? Ka qenë një rini, ndoshta kur të vjen nga fëmijëria, vështirësia do të vazhdoj më tej, por ka qenë një rini ku mua më s'ka liti karakterin për të luftuar, për të treguar se të bëre një vajzë të fortë. Atëherë nuk e kuptoja. Ishte ajo shpreha tamam siç e tha dhe ju, nuk e kuptoja deri në fazën unë jam e fortë. Unë doja të bëja diçka, doja të dilja nga ajo situatë. Dhe pikat që i vija vetes me aq sa dia, thoja çfarë mund të bëj më mirë për veten time. Atëherë të arsimohem. Dhe kam qenë nga ato vajza që unë kam mbaruar gjimnazin 7Z, kam shkuar në vit të 4 fakultet, kam shkuar në vitin e parë të fakultetit në barkun te goja, thonin të gjithë pedagogët, por unë nuk ndjesha në turp, unë ndjesha se po bëja një hap të rëndësishëm për veten, sepse këtu vëtheksin dhe të gjitha vajzat, gratë, nënat që duan të arrijnë diçka në jetë. Nesër, do ta bëj nesër. Ajo e nesërmja është diçka më e zbeth për atë që ti ke qëllim dhe synim. Jo se nuk mund të bëhet, por ëndrat e dëshira që ti ke zbehet. Prandaj, nëse ke një qëllim tek vetja jote, merre pak me vështirësi ashtu siç jeta ta sjell, por mos hiq dorë.
Mos hiq dorë sepse ato ëndrat, pasionet, dëshirat bëjnë ndryshimin tek jeta jonë. Sot unë jam e lumtur që mora atë diplomë shkolle, por më e lumtur se kaq, unë jam e lumtur që përtej faktit se vajza ime duhet vinte 2-3 herë për jashtë fakultetit dhe unë ta ushqeja, unë merr atë satisfaksion, nuk u lodha, unë nuk u dorëzova, unë po vazhdoj. Dhe kjo është jo për rritje të egos tënde, po për rritje të sakrificës tënde të shpërblehet. Secili nga ne, unë nuk them se unë isha ajo vajza më e sprovuar, ka sprova nga më të ndryshmet në jetë, por tek sprova jote, përpiqu që ti çdo ditë bësh diçka më shumë për të dalë nga ajo gjendje. Nuk mund të rrim dhe të themi, o Zot, tani mua pse mrak kjo. Të ankohemi. Pikërisht, se kjo është ajo që neve si shqiptarë më shumë na karakterizon. Okej, ne jemi në një situatë të vështirë, ekonomike, politike, sociale, gjithçkaje. Hajde të gjejmë si të dalim, po të rrim dhe të ankohemi, të depresionohemi dhe të themi bo çfarë më ndodhi, nuk ndryshojmë asgjë. Kjo është ajo që mua më ka shtyr dhe në këtë lloj aspekti vazhdoja me artin, me të bukurën. Isha sërish jetime, por malli mbetej dhe dëshira dhe ambicia që unë do ta bëj timat dhe në nënën time që lëngonte akoma në shtëpi krenare, unë do eci përpara çdo ditë në shkollë, në punë, me një fëmijë të vogël, me shumë përpjekje për të arritur pastaj dhe të mendosh që Zoti, kur ti i jep të gjitha arsyet dhe i merr shkaqet, të sjell një ditë lehtësimi. Patjetër, pa diskutim. Një nënë e re, gjimnazi, fakulteti me një fëmijë të vogël, si e përjetove këtë hap të rëndësishëm që besoj në atë moshë nuk e ke kuptuar. Pak a shumë kemi të njëjtën histori, sepse dhe më shumë e re jam për nën, megjithatë isha diku rreth 20-tave dhe besoj pak më e madhe. 24 unë jam bërë me 2. Kështu që shumë më e madhe i bie. Besoj ka qenë një ndjesi që nuk e ke kuptuar se çfarë po bën dhe nuk e ke kuptuar rëndësinë tamam në kohë. Të tjerë me sinqert, aso kohë thoja Zoti e di se çfarë mungon shpirtit njeriut. Dhe realisht ai fëmijë ose ajo dritza ime, Vanesa ime sot, që i bën 18, atëherë ishte një prehje, një kënaqësi shpirti. Kur qeshte ajo ne harronim brengën tonë dhe qeshnim edhe ne. Dhe në këtë situatë unë e kisha si kënaqësi, e mora si një lumturi, tamam si ajo lulja me shkret të tjerës që mund t'i vinte familjes tonë. Dhe duke u rritur, ne nuk e kuptojmë. Ndoshta atëherë kam bërë shumë gabime dhe shumë herë ja them. Kërkoj falje sepse unë jam rritur bashkë me ty. Dhe nuk është turp për çdo prind që më dëgjon ose për çdo nën. Nuk është turp t'i kërkojmë fëmijëve ton falje. Ne shqiptarët e kemi pak atë egon e smur që nuk i thuhet fal, nuk i thuhet. Ne nuk flasim me fëmijët, pothuajse pak. Unë sinqerisht e them me vetdije të plot, ajo që shikoj edhe në ditët që jetoj ose pak kohë që vi për të pushuar, lë një keqardhje për të dëshiruar kontakti që bën me fëmijët. Fakti se ato janë tegje nuk mund t'i tërheqësh gjithmonë mbas kraut. Fakti se ata kanë një mendim dhe ti je zë nuk do të thotë pusho, fjala e parë. Dhe kjo është një këndvështrim shumë i rëndësishëm sepse ndoshta unë isha e lënduar dhe i jepja hapësirë shpirtit tim për të dëgjuar diçka më të bukur, më të qetë që më lodhte përditshmëria dhe realiteti që më rrethonte, po ndoshta është edhe natyra e njeriut. Ka menduar gjithmonë se të ulesh përpara një fëmije në gjatësinë që ai ka, është shumë më hynore se sa ta shikosh nga lart. Dhe në këtë lloj forme dhe fëmia ndjet i dëgjuar, dhe fëmia ndjet i kuptuar, por dhe ti merr atë kënaqësinë, satisfaksionin që nuk ta jep asgjë tjetër. Është një buzëqeshje që del nga shpirti, ata janë krijesat më të papajshme. Sa bukur. Dhe kështu unë jam rritur bashkë me vajzën time. Vanesa sot është një vajzë e madhe, 18 vjeç. Çfarë bën ajo? Unë trego pak. Vanesa e ka patur shumë vështirë faktin që të përshtatet në Gjermani. Është një karakter shumë i bukur, ne dua shumë, edhe pse ndryshe nga i mamit, sepse ndonjëherë fëmijët kuptojnë edhe shikojnë se kjo dobësia që mami mund të ketë, për shembull, unë dua ta forcoj dhe kjo bëhet dhe punojnë me atë gjë patjetër. Dhe jam shumë e lumtur për këtë. Unë falenderoj Zotin për të dy fëmijët që kam, por tek Vanesa sepse shoh një vajzë që ka aspirata, e di çfarë do. I vë ato pikat e rëndësishme të karakterit dhe thotë tek këto pika nuk më prek dot. Pikërisht. Ajo e kishte shumë vështirë përshtatjen në një vend të huaj, por ishte vendimi im dhe duke i treguar gjithmonë atë bindjen për kushtimin, lutjen, të lutem, unë e kam menduar që është më mirë për ty. Ndoshta një të nesme mund sërish të iki, sepse
ne i sjellim në jetë, mundohemi t'i edukojmë, Dhe pastaj lëm të fluturojnë të lirë. Dhe pastaj ata zgjedhin vetë çerdhet e tyre. Sa vjeç ishin fëmijët kur ikët në Gjermani? Vajza ka qenë rreth 12-13 vjeç dhe djali është 6-7 vite më i vogël, ka qenë shumë më i vogël. Ka qenë një periudhë ku ajo e kishte krijuar habitatin e vet në Shqipëri, në qytetin ku ne rriteshim, kishte miket që i mungoshin pafund, shkolla, pastaj një pikë që është shumë e rëndësishme dhe duhet mos e anashkalojmë që është gjua. Për të gjithë ne shumë e vështirë. Ti shkon atje, absolutisht. Ti shkon atje dhe neve na karakterizon gjithmonë Gjermania fjala Auslanda, gjithë jetën, edhe po ta mësosh gjuhën perfekt, ka ardhur një Auslanda i ri. Që do të thotë një i huaj apo jo? Një huaj, i ardhur. I ardhur, por Vanessa e kishte të vështirë edhe sot, edhe pse është përshtatur dhe gjuhën e ka mësuar shumë mirë, po vazhdon shkollën për social asistent në Gjermani dhe ajo merret me anën psikologjike të fëmijëve dhe një fushë që vërtet ndikon shumë dhe te karakteri dhe te personaliteti i Vanessës, por unë uroj shumë që një ditë Shqipëria të bëhet siç ne duam, dhe do isha shumë e lumtur që pse jo fëmijët e mi të ktheheshin te guri ku peshon më shumë. Djali nga ana tjetër, megjithse ishte pak më i vogël, besoj është përshtatur më mirë. Arbeni ka filluar dhe klasën e parë atje. Ishte shumë i vogël. Ai është natyra ime. Ai është i ndjeshëm, ai qan pa turp, sepse mami e ka mësuar që nuk është turp burrat të qajnë. I shpreh emocionet, edhe kur mundoheshe mos i shprehte, sapo dilte nga dera e klasës dhe i rridhesha mjekra vogël, unë e kuptoja se diçka nuk shkon. Nuk shkonte. Por që sot që ne flasim, ndihet më i përshtatshëm, ka më shumë shok. Ka një pasion shumë të madh për futbollin. Mami e ndjek kudo, mundohem të lë çdo angazhim timin dhe të jem edhe në një ndeshje normale, jo shumë të rëndësishme, por të jem aty dhe të brohras emrin e tij. Dhe kuptoj që atë habitatin e fëmijërisë, kushtet dhe mundësitë që ai vendi ka ofruar nuk duhet anashkaluar dhe nuk mund ta mohoj, që janë shumë të kënaqshme. Është e rëndësishme në fakt që ne të jemi prezent në jetën e fëmijëve tonë. Shumë e vërtet. Ti e ke bërë këtë rrugtim më të bukur besoj për ta, sepse sado që ka qenë e vështirë, emigrimi, përshtatja, duke pasur një nënë si ty që ka qëndruar pranë, afër, duke i parë gjithmonë me dashamirësi, me mirëkuptim dhe me atë ngrohtësinë që çdo nënë e ka, por në veçantë ato nëna që janë të formuara dhe që dinë se çfarë po bëjnë tashmë, janë më të sigurta në ato hapa të rrugtimit që po hedhin dhe besoj i ka ndihmuar shumë edhe ata, por edhe ty. Ti je me sinqert, Linda, të flas me pasurinë e shpirtit, po të pyesësh vajzën time, sërish i mungon shumë mami. I ka munguar gjithmonë. Ashtu. Edhe Jona, neve. Ndoshta edhe fëmijëve tu. Por ne jemi të vetëdijshëm dhe këtu bëhemi edhe pak reflektues tek vetja që secila nga ne bën më të mirën e mundshme të asaj që di. Asaj që është. Nëse ka një krijesë në botë që do t'i donte më shumë të mirë fëmijëve se sa vetes, është nëna. Është ajo që e ka lindur, e ka krijuar dhe e ka dashur pa e parë. E ka krijuar dhe e ka dashur kur Zoti i Madh ja dha në shkeljen e parë. Të gjitha dhimbjet neve i ndjenim emocione dhe kënaqësi. Patjetër. Dhe i kam thënë gjithmonë, është hera e parë në jetë kur unë kam qeshur kur ti ke qarë, vetëm kur ti ke lindur. Në të kundërt unë qaj gjithmonë kur qan ti. Por ndoshta ajo ka pak kënaqësitë e veta në raportin me nënën. Ndoshta sa i ka munguar më shumë afrimiteti se sa mund të kem qëndruar me të voglin, se ne e kemi gjithmonë këdo më shumë nëna, atë që është i smur, atë që është më larg, atë që është më vogël. Dhe në këtë këndvështrim shpeshherë unë ulem dhe bisedoj me fëmijët e mi. I lejoj ata të shprehen atë që ndoshta brenda shpirtit të tyre është pak kënaqësi dhe unë nuk e kam kuptuar. Ne nuk mund t'ia dim brendësinë edhe të asaj krijese që është aq e vogël dhe mund të jetë krijesë nga trupi dhe nga shpirti jon. Sepse realisht secili nga ne brenda vetes kemi ato shtëpijat e brengës, pikëllimit, mallit, dëshirës për më shumë, që nëse nuk i diskutojmë, nëse nuk i flasim, nëse dikush nuk na i dëgjon, mbeten dhe bëhen ashtu siç aty traumat e së shkuarës. Dhe unë përpiqem gjithmonë dhe lut Zotin që çdo nën, çdo baba mos e mendoj se po i plotësoj kushtet ekonomike, çështjet sociale. Dhe mjaftoj. Dhe kjo është e mjaftueshme. Fëmijët ka një botë që nëse si mbushim ne, nëse nuk mbushet në ambientin e shtëpisë, do ta kërkojnë ta mbushin atje jashtë. Qoftë me anën elektronike, qoftë me një mik të gabuar, qoftë me një ambient ku realisht është shumë larg nga familja. Në një vend të huaj si që jetojmë ne, fëmijët tanë kanë të gjitha kulturën,
ardhjen, sjelljen, gjuhën komplet ndryshe nga jona. Dhe kjo të bën që ti të reflektosh dhe të thuash prit pak. Dikur unë dilja dhe lozja të fëqinjet e mi, merja një copë bukë ose ndaja në gjysëm me dikë të afërm që unë jam rritur që në fëmijëri. Fëmijëve të mi kjo nuk i ekziston më. Kjo gjë nuk ndodh. Dhe në këtë këndvështrim, edhe fëqinjin, edhe tezen, edhe nënën e munguar atje duhet ta bësh vetëm ti. Nëse neve dikur mërziteshim në shtëpinë tonë, shkonim tek daja, shkonim flinin tek tezja. Tani më kjo po kalon të zhduket fare si koncept, por kur ti je emigrant, asgjë nuk ndodh. Unë nuk e mendoj fare që fëmijët e mi të flenë diku. Nuk mundem, sepse realisht, jo se unë nuk kam besim tek familja tjetër, është një fëmijë që më me zor po e rris në këto kushte. Atëherë ne besonim shumë tek marrëdhëniet e ngushta dhe tek gjëja që Dhe tek mirësia e njerëzve. ndërsa në një vend të huaj ku ti shikon vetëm për t'i thënë halo edhe çys në rrugë, nuk ndiem asgjë çfarë ndodh mes katër mureve të çdo familjeje, atëherë ti bësh më skeptike dhe thua që prit, jam unë dhe fëmijët e mi. Në këtë këndvështrim besoj se kam dhënë shumë, përpiqem të jap çdo ditë, edhe sa do të rritet, unë i kam thënë, jo 18, 118 bësh, për mua e gjithmonë e vogël. Mbetesh e vogël, dhe është i meraku, kasadeti që do ta shoqëroj gjithë jetën. Absolutisht, por përpiqem dhe gjithmonë t'i them se vetëm ana materiale ose kushtet ekonomike apo ambienti ku rritesh nuk të formësojnë. Mund të jetë një periudhë kohe, mund të jetë një lehtësim jetësor, është ajo pjesa e brendshme, ajo drita e bukur që neve flasim edhe unë përpiqem të shkruaj ose dhe ta transmetoj te çdo njeri që vërtet duhet të punojnë. Nuk ka njerëz të pagabueshëm. Unë jam e gabueshme gjatë gjithë kohës. Marrëdhënie me fëmijët, marrëdhënie me një shoqe, marrëdhënie me ndoshta edhe me vetë nënën time, por është bukur të thuash prit, ndoshta thash diçka gabim, ndoshta duhet i kërkoj falje. Ta rimendosh atë që ka ndodhur. Të punojmë gjithmonë brenda vetes, mos e kërkojmë gjithmonë gabimin edhe të keqen nga pala tjetër. Ta shikojmë veten paraprakisht, pastaj të mendojmë pse ndodhi, sepse realisht neve mendojmë vetëm anën tonë. Nëse unë isha një vajzë e time, por personi përballë mund të ketë një breng akoma të madhe se imja. Dhe duke i lënë hapësirë të flas, ti do ta kuptosh brengën e tjetrit. Sa fisnike kjo. Të kuptosh dhimbjen e tjetrit edhe kur ti ke një dhimbje shumë të madhe për vete. Patjetër. Do doja të të pyesja paksa se si e gjetë ti veten në emigracion. Nisëm që ndërmore po themi thuajse e vetme, duke bindur edhe fëmijët, vajzën sidomos që e kishe kundër. Po themi një farë mënyre, sepse ajo ishte një fëmijë dhe nuk kuptonte, por dinte atë që donte, që ishte të qëndronte këtu. Po. Si u gjende atje? Fillimisht jam gjendur në goxha vështirësi, të jem reale, për faktin e gjuhës, absolutisht, për faktin se unë tani më duhet t'rregoja të fortën, duhet t'rregoja atë mamin që ja del dhe atë dhomën e errët kur fëmijët flinin, të shpërtheja dhe të dilja tek ajo dobësia, debulesa që nuk duhet ne femrat ta mposhtim dhe e brishta brenda teje. Absolutisht, është shumë bukur kur ne mbetemi në atë që Zoti na ka krijuar. Një femër është krijuar për mos mbajtur çdo përgjegjësi të mundshme që jeta i ofron. Sepse kur i pam gjitha këto, u mbet feminiteti, u mbet dëshira e bukur, se nuk ke mundësi më. Nëse një femër bën punë të lodhshme fizike, nuk mund të jetë kurrë më tek ajo dukja e bukur që çdo mashkull mund të kërkonte të kishte. Sepse gjërat janë reale. Neve nuk jemi prej plastike si shikojmë sot në fushën e teknologjisë. Jemi prej shpirti dhe ajo buzëqeshja që çdo kush do thoshte sa të bukur kur qesh, duhet dalin nga brenda. Sepse nëse gjithkohës është e kamufluar me atë vullnetin që hajtë se duhet të qesh, dhe një moment dhe lodhesh. Jo për t'ia dhënë të tjerëve, lodhesh ti nga shpirti yt. Unë kam bërë hapa të kënaqshëm për mua si jenë, për faktin se e kam nisur nga zero, nga një punë nuk kam turp fare ta them, që bëhesh fjalë pa llogaritur as çfarë arsimi ke as një gjë, deri tek pastrimi. Dhe ashtu duke u spikatur për saktësinë, korrektësinë, atë të thënit që më fal, po nuk dija se ku ta lija, si duhet ta bëja, për një kohë shumë të shpejt, deshi Zoti dhe më nxorën në një sistem shitjeje. Sa bukur. Isha në një kontakt me klientët, duke mos ditur as se lekët në Gjermani thuhen anën e kundërt. Pra, nëse është 59, ato thon 9, pastaj 5. Dhe në këtë lloj forme jeni rria në kasë dhe vetëm i shikoja dhe buzëqeshja. Dhe sa bukur. Vendi ku jetoj dhe vazhdoj akoma jetoj dhe punoj është një vend që
nuk është spikatur shumë nga të ardhurit. Dhe ata ishin të kënaqur për faktin se kemi diçka të re. Dhe në këtë lloj Ishte këndvështrimi, risi. po, dhe të hapnin atë punën që duhet fillojnë prapë të hulumtorin. Si, ku? Edhe kur ti nuk di ti sqarosh, është akoma më e vështirë, sikur dija pak më tepër me fol. Dhe sa bukur do ta prezantojë veten, Absolutisht. sikur të dije. Unë e mendoj dhe ja them gjithmonë tani më njerëzve që njoh atje që po bëhet një shtëpi e dytë për mua. Për faktin se Më vjen mirë që e ke gjetur veten. përpiqem. Ndoshta nuk e gjejmë dot kurrë, por nëse ti vazhdon dhe mendon të kundërtën e asaj të mire, pra ti po i merr gjithë benefitet e mira këtij vendi. Pse mos ndjehesh e lumtur dhe e kënaqur dhe që je? Zoti ka një arsye pse të çoj atje. Gjermania është aq shumë e madhe dhe unë rri dhe them gjithmonë, pse pikërisht të vend unë? Vetëm kaq të pyes, është e ti e kupton se ka një pse. Bëj durim, vazhdo jeto, puno, jep më të mirën tënde dhe do zbulosh. Sa e bukur. Absolutisht. Për çdo hap, në çdo këndvështrim, një vonesë. Zoti e di, ti nuk mund ta dish arsyen pse, dhe unë sot ai nxitimi i madh dhe vazhdoj të thoj elhamdulillah, unë po iki, unë po e marr një jetin dhe Zoti e di. Ndoshta 10 minuta më herë ndodh një aksident. Ama ne jemi njerëz që kërkojmë me ngulm atë përsosmërinë. Dhe duke kërkuar me ngulm dalim nga habitati i asaj që është e bukur. Edhe në Gjermani, secili nga individët që vjen përpiqet të hapi një firmë, të bëhet një pronar. Shkallët ngjiten me shumë dëshirë, unë jam e lumtur kur dëgjoj dhe i mbështes dhe admiroj gjithë ata njerëz që përpiqen. Histori suksesi. Absolutisht, po do çdo gjë kohën e saj. Sepse Gjermania ka një sistem që edhe po të duash me krah të bësh, ti presin shpejt. Edhe bie sërish në top. Do të thotë, në një afat të caktuar, kush ka shkuar me vizë, të gjithë e dinë që edhe përsosmërisht të t'i zgjuhën, pa bërë 5 vite të punosh në kohë të plotë, të qëndrosh në atë habitatin tënd sa të mësosh çdo ligj, çdo kusht që ato kanë dhe gjitha sistemet e tjera nuk të pajisnin me një pasaportë. Ti do të jesh gjithmonë me një ofentar që do shkosh atje dhe do i tregosh sa kohë po punon, si ke vazhduar të jetosh, të gjitha të ardhurat dhe shpenzimet që ti bën. Dhe në këtë lloj forme ti kupton kulturën e atij vendi. Dhe kur ata binden se ti e ke kuptuar kulturën, ti japin një hapësirë tjetër më të madhe. Njësoj si fëmia. Më vjen mirë. Më vjen mirë vërtet që të shoh të plotësuar, të shoh të realizuar. E ka gjetur një dashuri? Dashuria është një Shumë dimensionale. pikërisht. Unë nuk mund ta them një term për një po partner. dimension që ka shumë domethënie në shpirtin e njeriu. Unë e kam gjetur dashurinë në ato pika që janë aq shumë të rëndësishme për të dashur jetën realisht. Të dua veten, të dua atë që më krijoi, të dua ato që më duan, por mbi të gjitha, të përpiqem të dua çdo njeri që është i zymt, përpiqet të tregojë atë karakterin e vështirë, sepse brenda tyre ka nevojë shumë për dashuri. Ato tipat që jeta t'i sjell, unë kam gjithmonë atë përshtypjen se atje ku mungon ose ku njerëzit përpiqen të tregojnë pak kripsi, ato ka nevojë për shumë sheqer. Kanë më shumë nevojë nga të gjithë. Atje përpiqen të jap më shumë sepse realisht edhe mua ndoshta në momentet e caktuara të jetës më ka munguar. Dhe kujt i ka munguar diçka, E di. kupton. Po, unë e kam gjetur dashurinë. E kam gjetur dhe jam shumë e lumtur se e dua çdo ditë që jetoj dhe kjo është një pjesë e dashurisë, po edhe atë enin që deri dje e kritikoja aq shumë, deri dje thosha mund ta bëj edhe më mirë. Ose nuk e di, ndoshta kur neve dëgjojmë të tjerët na kritikojnë, na bëhet ai zë i brendshëm si zë yni, edhe fillojmë dhe të hulumtojmë, a është vërtet kështu, të dyshojmë vetë tek vetja, deri në një pikë që atë zë mposhti, duke punuar me veten dhe duke e dashur fort atë zërin ton unik që Zoti na ka krijuar, shpirtin ton. Sa bukur. Krijove ndërkohë edhe 2 libra. Njëri është prezantuar dhe ka pasur shumë sukses, tjetri është gati të shoh dritën e botimit dhe kanë qenë krijimtari e realizuar në Gjermani, mos ka bëj? Që të dyja, po. Që të dyja. Më trego pak për secilin. Unë falenderoj me shpirt sepse ka qenë dalja ime e parë televizive dhe për dritë shpirti dhe ka qenë një gur shumë i mirë. Shumë Dhe jam kënaqësi shumë e gjithmonë. lumtur, absolutisht. Drita jote e mirësisë transmeton edhe tek çdo bisedë që ne ndajmë së bashku, por edhe tek mirësia që ti shpërndan për çdo që unë jam e lumtur që kam fat që të kam. Jam mirënjohëse për Faleminderit fjalët e nga bukura. zemra. Për sa i përket dritë shpirtit, ai tani më i ka bërë 3 vjet që ka dalë në treg, është përqafuar nga shumë lexues, unë jam shumë e lumtur për këtë. Ai ka një tjetër dimension nga ky libër që po del tani më, sepse ai është përbërë me poezi.
Aty ku mua më flet shpirti më shumë është poezia, janë vargjet, më vjen vetë nga natyra, nuk e di, dhurat nga i madhi Zot. Mirë po, duke jetuar tani më siç folëm në një shtet të huaj, unë nuk e gjeja dot më hapësirën që ti përktheja dhe ata ti lexonin dhe të kuptonin shpirtin tim. Atje kur unë punoja, i thosha, unë edhe shkruaj, dhe ata janë shumë dashamirës të bukurës, të artit, të shkrimit, dhe më pyesnin. Ama kur unë doja t'ja shqiptoja shqipe në gjermanisht, dhe kuptohesh ai sa bukur dilte nga. Sa binte në gjuhën që ti kishe shkruar. Pikërisht, dhe këtu unë i vura një mision vetes, i vura një qëllim dhe thash, botimi im i radhës në dash Zoti, do e diçka krejt tjetër. Nuk largohet nga e bukura dhe shpirti, por të lexohet dhe të kuptohet, njësoj siç është transmetuar në gjuhën time mëm, në gjuhën e kujdo që do dëshironte ta merrte në përbot. Këtë herë vi kur zemra kthehet në shtëpi, por me një libër frymëzues që vjen në vargje të një tregimi ose romani të zakonshëm. Dhe shtëpia në këtë rast kush është? Shpirti yt? Absolutisht, shpirti i çdo lexuesi, jo imi. Ky është një libër që lë një hapësirë bisede me çdo lexues që do ta marrë në dorë. Është një libër që unë jam munduar për vite e vite të kuptoj çfarë dua unë, të hedh në treg, sikur unë të shkoja si një lexuese e zakonshme në librari dhe të kërkoja të gjeja diçka ku brenda atij libri mos kishte një personazh. Personazhi isha vetë unë. Këtë kam bërë unë realisht në për këtë faqe. Aty është ndërtuar një shtëpi, prandaj quhet kur zemra kthehet në shtëpi, dhe në brenda asaj shtëpie janë disa dhoma që secili nga ne ka përjetuar në jetë. Është fëmijëria, është ajo pjesë që neve duam ta ndryshojmë nga fëmijëria jonë, por do punë dhe një këmbgulje shumë të madhe nga ana karakterit tonë kur ne rritemi. Është marrëdhënia që ne kryejmë me një partner, është marrëdhënia me fëmijët tanë, marrëdhënia me prindrit, me kolegët dhe me gjithë ata që në çdo kënd, në çdo ambient ose në çdo rrethan që ne shkojmë, kërkojmë të kthehemi në shtëpinë e shpirtit tonë, ku mbrëmja troket. Dhe në këtë këndvështrim, një individ që merr këtë libër në duar, ka aty një hapësirë të vetëm. Është një kënd i menduar për i vitesh për të sjellë tek lexuesi një hapësirë ku thuhet tani nuk shkruaj unë, tani nuk shkruan as redaktori, tani është radha jote. Sa bukur. Dhe kjo është vërtet diçka që unë uroj shumë përqafohet nga çdo lexues, nga çdo individ përtej brengave, vështirësive, situatave ose dhe preokupimeve që jeta i sjell, gjejnë pak kohë, qoftë 5 minuta, të shkruajnë librin e jetës tyre. Sa bukur. Më kënaqe vërtet shumë dhe të dëgjoj me shumë vëmendje dhe them se sa bukur i lidha të fjalët. Dhe sigurisht që kjo lidhet me gjithë ato eksperiencë jetësore, me formimin tënd, me ato që sot je, por mbi të gjitha kam përshtypjen se lidhet me një shpirt të mirë, prej të cilit buron e bukura, buron e mira. Unë besoj shumë këtë, dhe besoj tek energjia që njerëzit transmetojnë dhe paraqesin. Dhe nuk mund të jetë njëri keq njëri që Zoti e ka falur të bukur, që ka një buzëqeshje rrezatuese, dhe që të kënaq në momentin kur flet dhe i lidh kaq bukur ato fjalë dhe kur shpjegon gjëra të dhimbshme dhe kur shpjegon gjëra të cilat nuk janë ndoshta shumë të bukura, i jep një lloj pozitiviteti dhe energjie të mirë sa ke qejf të dëgjosh. Allah shpërblet, unë jam shumë e lumtur dhe të falenderoj me modesti për gjithë këto. Ne jemi njerëz gjithmonë në rritje dhe unë do doja shumë çdo ditë të bëhesha më mirë nga dje dhe përpiqem shumë sinqerisht dhe kjo vjet në dukje me gjithë ata që më rrethojnë sepse ka momente kur njeriu kupton se mund të jetë më mirë, mund të bëjë më shumë. Dhe në këtë lloj forme unë i kam dhënë hapësirë edhe çdo njeriu që më rrethon të më jap një këshill pa e marrë për ndroje. Të më thotë, unë të dua për hir të Zotit, ndaj po të këshilloj në këtë drejtim. Dhe në këtë lloj pike jam shumë e lumtur që shpirti im nuk i vuan më. Deri dje, ose mund të ketë akoma njerëz që kanë nevojë për këtë këshill, pse jo? Mos i merrni si debules këshillat e dikujt. Ai që ju do dhe ju këshillon privatësisht e bën këtë për të qenë ju më mirë. Merreni si këshill, falenderojeni dhe përpunojeni këtë gjë me veten. Sepse realisht ka gjëra që ne nuk mund t'i vëmë në dukje tek vetja. Mendojmë se jemi shumë në rregull, por dikush tjetër që na sheh nga atje jashtë dhe që vërtet ne e dimë se na e do të mirën dhe kupton atë shpirtin tonë të bukur pa na e lënduar, ndoshta na këshillon për një gjë të mirë. Dhe në këtë lloj forme, sado që kalojnë vitet, unë nuk mendoj se po rritem, po mendoj se po filloj të përmirësohem akoma më shumë. Dhe duke përmirësuar të brendshmen, nuk ka diskutim që Zoti e përmirëson dhe të jashtmen. Ne kemi, unë për vete përdor gjithmonë çfarë mban zemra brenda, nxjerr pusi, do të thënë kova jonë është ajo që ne shprehemi nëpërmjet zemrës që është pusi i gjithë asaj që ne mbartje. Ti ke krijuar dhe një podcast tëndin.
Po, është e vërtet. Sa e vështirë ishte në një vend të huaj të kesh edhe një hapësirë ashtu të vockël ndoshta, por shumë të vlefshme për ty, sepse unë e di se sa e rëndësishme është të komunikosh me njerëzit. Ne jemi njerëz që duam të ndajmë gjëra që mendojmë, ato që ndoshta në konceptimin ton janë të bukura, dhe kanë një vlerë dhe mund t'i shërbejnë dikujt. Dhe për këtë ndoshta kemi dhe arsyen e njëjtë të krijimit të këtyre podcasteve në cilat ne flasim dhe shprehim atë pjesë të shpirtit ton. Të jemi sinqert, unë bëj 2 punë të ndryshme në Gjermani. Duke patur dhe 2 fëmijë, ambienti i shtëpisë, ajo fryma jon anvise për të gatuar, për të pastruar, për të blerë, për të bërë të gjitha, më kushtozonte në kohë edhe gjithmonë thosha do t'ja dam, unë mundem. Dhe ajo fryma unë mundem, ajo dëshira e madhe më bëri që atë qëllimi që unë kisha shkruar se unë dua ta arrij një ditë, ta realizoj. E kishe shkruar diku? Absolutisht. Ndodh gjithmonë. Shumë e bukur. Tek unë ndodh gjithmonë. Dhe do t'ja këshilloja. Prandaj kjo hapësira që unë kam krijuar këtu është që kur ne të rritemi dhe më pak më tepër, dhe të marrim ta shfletojmë dhe ta lexojmë, nuk do ta besojmë se ne atë që kemi lutur Zotin ose atë që kemi shprehur si dëshirë po e jetojmë. Njeriu është harrestar, harron shpejt. Dhe ne jemi realist, edhe unë, edhe ti, dhe kush më dëgjon sot. Ne po jetojmë të gjitha ato lutje që para shumë kohësh kemi bërë, por i kemi harruar se vazhdojmë shtojmë lutje. Dhe nëse i shkruajmë, janë kërkesat që vetëm shtohen dhe ndoshta falënderimet shpeshherë nuk janë aq të mjaftueshme. Jo vetëm falënderimet, po dhe shpirti jon të mbushet, të plotësohet, sepse kalon koha, por ajo dëshirë ka qenë e jotja. Nuk është venitur dëshira, është venitur ty, ambicia për të arritur atë pikë që ti ke synuar. Dhe duke e shkruar, ti sa herë do ta lexosh, sa herë do ta shikosh, do të ndizet ajo shkëmbi. Oh, unë e doja. Kështu është edhe për podcastin tim. Realisht kushtet atje janë tema së të vështira, unë të krijoj një podcast ambient shtëpie. E kam improvizuar ashtu. Vajza ime bëhet grimierja, djali im ai që më dëgjon. Dhe në gjatë gjithë kohës krijohet ajo situata, erdhi këndi së dielës. Sa bukur. Por pas kësaj, siç e dim vetë, fshihet kontakti me njerëz, biseda, struktura, të gjesh kohën e përshtatshme. Janë shumë gjëra. Absolutisht. E gjithë lodhja dhe vështirësia largohet kur ti mendon se ke krijuar një dritare drite. Unë e kam cilësuar atë podcast me termin dritë, për faktin se ambicia dhe pika ime kryesore ishte të nxjerrja në dritë njerëz të zakonshëm. Njerëz që kanë shumë për të thënë, që janë shembull i dritës dhe i mirësisë ose edhe i sakrificës, por pa e humbur shpresën dhe pa pasur më dëshirën dhe nevojën të dëgjojmë vipa, njerëz të kulluar, njerëz që na paraqiten gjithmonë të lumtur, gjithmonë në kushte optimale, ekonomike, sociale, kulturore, dhe në këtë këndvështrim t'i jepet pak hapësirë një njeriu që ndoshta nuk është arsimuar, por ka shumë për të thënë. Një nënë që vërtet po rrit 3, 4, 5 fëmijë, por e do të bukur dhe akoma duket më bukur se unë po ta shikosh. Dhe duke ndarë dritën e këtyre individëve me të gjitha ata që na rrethojnë, uroj shumë që kemi dhe një dritë mirësie, por dhe një dritë shtyse se jeta është e bukur dhe duke parë se ai ja ka dalë, Linda po ja del, edhe Jeni po ja del, edhe unë mund t'ja dal. Sa bukur. Shembuj të cilët në fakt frymëzojnë, edhe pse jo mund të jenë shumë të bukur edhe për të ndjekur nga të gjithë ata që e shohin edhe të ndjekin ty. Është shumë kënaqësi të kesh në studio, megjithatë koha ka fluturuar. Edhe siç ndodh me miq të cilët dinë të flasin bukur edhe të thonë gjëra të vërteta, edhe këtij transmetimi erdhi fundi shumë shpejt. Megjithatë unë do doja një mesazh për të gjithë ata që na ndjekin, për të gjithë ata njerëz që ndoshta gjatë rrugtimit të tyre nuk e kanë pasur vetëm fushë me lule, por kanë pasur aty dhe shumë vështirësi. E përtej kësaj kanë arritur që të triumfojnë në çdo sfidë të jetës, që në uljet dhe në ngritjet e jetës dhe ritmit të saj të kenë gjithmonë dëshirën për të mos u dorëzuar. Realisht unë të falenderoj me zemër sepse edhe ardha ime këtu ishte ajo dëshira për të mos u dorëzuar. Sa bukur. Në shumë momente kam thënë gjithmonë pse? Sepse nëse ti nisesh me qëllim ose në jetën e përfituarit ose të arritjes së diçkaje, nuk do të arrish kur ta kesh kënaqësinë. Por kur është kënaqësia e shpirtit, në çdo hap që ne duhet bëjmë në jetë. Kjo është këshilla që unë do t'i jepja çdo individi që sot më dëgjon dhe lutem Zotin që kjo jo vetëm të dëgjohet, por të mbesë diku dhe të lexohet ndër vite dhe ndër breza. Kemi parë njerëz me famë botërore, me arritje ekonomike, sociale dhe kulturore që
jemi habitur se si mund të vriste veten. Sepse ajo që ne shikojmë dhe nitet shumë shpejt, nga drita e dikujt tjetër që është më lart se ti, por ajo që ne ndjejmë, ajo që ne transmetojmë nga së brendshmi, nuk mund të venitet kurrësi, sepse ajo drita jote, pavarësisht dritës së çdo kujt, vazhdon të japi dritë çdo shpirti tjetër në formën tënde unike si Zoti ka krijuar. Ne nuk kemi konkurrencë me njëri tjetrin, nuk kemi pse të konkurrojmë. Absolutisht. Unë vazhdoj të besoj dhe të shpresoj që të gjitha aq më tepër femrat, gratë, vajzat, nënat, ta duar trokasin, ta mbështesin dhe ta duan njëra tjetrën. Është një botë kaq kalimtare, kaq e shkurtër, sa nuk do marrim asgjë tjetër veç të mirës së lëm pas. Dhe nëse çdo kush nga ne, në çdo lloj fushë, qoftë edhe profesionale, mos të bëjmë më të mirën e mundshme për të qenë të parët, të bëjmë më të mirën e mundshme për të qenë njerëz të mirë në atë që ofrojnë. Një mjek, një mësues, qoftë edhe ajo ojtari që hap derën atje poshtë, po bën detyrën, po jep ditë, orë nga jeta e tij. Një buzëqeshje atij që futet, ose një falënderime atij që mori një shërbim, nuk të pakson asgjë. Mirësjellja, dashamirësia, afrimiteti me njerëzit, të bën ty në vetvete njëri të pasur shpirtërisht, të pasur emocionalisht dhe në fund të ditës, nga ata njerëz që në këtë vështirësitë e mëdha që ne po jetojmë, dha një dritë jashtë shpirtit të tij. Ne të falenderoj me gjithë zemër. Ti je një ndër ato vajzat e bukura në shpirt dhe në paraqitje sigurisht, por në shpirt e cilësoj më shumë sepse e di që ai ka më tepër vlerë. Dhe në fund të ditës është shpirti ai që do të na mbetet të gjithëve. Të faleminderit që morë rrugën nga Elbasani për të ardhur në Shkodër dhe të faleminderit mbi gjitha për mesazhet e bukura që përcolle sot dhe mbi të gjitha faleminderit për perceptimin që ke për jetën. Faleminderit nga zemra për ftesën, për bisedën e ngrohtë, për hapësirën që më fal gjithmonë. Unë lut Zotin që zëri dhe drita e lindës mos shuhet kurrë. Faleminderit. Dhe uroj gjithashtu që të ketë njerëz që vërtet ta vlerësojnë ato që mbetet, ajo që bëhet jo për shumë fitime, por për të mbushur shpirtin e secilit nga ne. Unë të uroj gjithë të mirat, shpresoj që të takohemi gjithmonë së bashku. Me shumë kënaqësi. Dhe do t'ju uroja çdo kujt që të ndjek, mos të venitet kurrë dëshira dhe qëllimi i tyre për të dëgjuar, sepse këto zërat e imët të vegjël dhe jo me aq shumë famë, kanë vërtet një dritë shumë bukur për transmetuar. Unike. Faleminderit të dashur. Ishim me Eni Islamin, një vajzë e cila ka shumë për treguar dhe një pjesë të tyre e ka ndarë me ne sonte. Shpresoj që ta keni ndjekur këtë rrëfim të shpirtit të saj dhe ta keni shijuar atë. Pse jo, të marrim edhe shembull prej të bukurës, për t'ia dalë gjithmonë në jetë, sepse ditët me shi ka të ngjartje më të shumta se ato me diell. Megjithatë, mos harroni, dielli do dalë përsëri dhe kjo është gjithmonë më e bukur e mundshme. Faleminderit që ishit me mua dhe me të tuarën time për sonte. Mos mungoni sërish të njëjtën e ardhshme. Natën e mirë. Natën e mirë.